Duam nga qytetarët e Kosovës ta kuptojnë rolin e gjykatës për gjykimet e drejta, por gjithashtu edhe viktimat e dëshmitarët të mund të dëshmojnë të lirë. Viktimat të mund të marrin pjesë me dinjitet. Është e rëndësishme që gjykata merret me krimet individuale, prokuroria mund të vërtetojë vetëm krimet individuale. Është e rëndësishme të thuhet se viktimat përfshihen nga etni të ndryshme. Nëse doni të gjeni të vërtetën, nuk merreni me numrin e pyetjeve, por vetëm pyetjet që duan të gjejnë të vërtetën. Palët mund të bëjnë pyetje pas gjyqtarëve. Kjo është shumë e rëndësishme se çdo palë mund të sfidohet. Janë shumë sisteme ku gjyqtarët bëjnë pyetje. Gjermania është një nga këto raste. Në shumë gjykata në Gjermani vetëm gjyqtarët bëjnë pyetje. Më e fundit që dim është se prokuroria ka konfirmuar se kanë përfunduar me prezantimin e provave, por nuk e kanë mbyllur rastin zyrtarisht. Seanca e radhës është caktuar me 23 prill. Prokuroria deri atëherë do ta përfundojë rastin dhe deri pas kësaj seance do të diskutohen hapat e radhës. 125 dëshmitar kanë qenë dhe 117 kanë dëshmuar me shkrim, 206 ditë të gjykimit dhe 150 viktima.